E çfarë roli luan feja për shqiptarët e Amerikës, për shqiptarët e Kosovës? A ka është Vllai dashur, feja është një umbrell që i man komunitetin së bashku. Këtu është desha të thëmë se kjo qendet ashtu, se të nuk ka pas numër shqiptarëve asa ka tash, para se t'ishte qendra. Bronxi ka kënë numërikisht shumë më madh. Ne e kemi kalu Bronxin me hapa. Ka më shumë shqiptarë në Sedenat. Në të mërmenja. Mas pak të diku një 6-7.000 shqiptarë këtu. Numër shumë i madh. Këto numër, po të mërmenja, edhe këto numër që po të thamë një numër që mua në dhanë mund nga këta që dalin e garojnë për pozita, për uzgjedhë. Për shembull, konkretisht, Michael McMahon, që është district attorney, ky prokurori publik i Statenit, ai më ka dhënë mua këtë shifër. Edhe për çdo pozitë ose në Staten ose në shtetin e New Yorkut, edhe në qytetin e New Yorkut, kam thirrje telefonike, text message, dëshirojnë ardhmë të taku këtu, nga se dinë se është qendër graviteti. Përmes qendrës tim mund është me arrit ku dush. E komunitetit ne ofrojmë gjitha shërbimet, përmes networkit, përmes njoftive që kemi ne, dhe është diçka që është në shërbim popullit, edhe është e mirënjoftun qoftë për gjitha instancave të shtetit, qeverisë lokale, të shtetit edhe të federatës. Gjithsesi harmonia fetare edhe këtu, apo jo, Zbrikukaj, ne kemi shumë shqiptarë nga Shqipëria, nga Maqedoni që janë katolik, e që jetojnë edhe në besoj edhe në Sedenat, po edhe në pjesë tjera të New York. Që vëllai dashur, në ditën me të satin, duket e martë ka kenë, tash pa rrejbën e martë ka kenë, do vllazën katolik në Bronx. Alex Nilaj dhe Arben Dedaj dhe një dritan Haxhiaj, ata udhëheqën një shoqat humanitar që Open Hand Inc. Okej, ata punojnë në Bronx. Më kanë ofru, më kanë kërku imam, kena dëshirë me bani iftar, mirë, po një tim si duhet, a në ndimot, si ndimojmë rëtash, veç a jeni që i bani. Kemi pa iftarën e parë, prej vllazëve katolike kanë ushtru për muslimanët në Bronx. So, që kur thash umbrella është ne rrujmë identitetin tonë. Identiteti jonë nuk është vetëm shqiptar përgjithësi, po është edhe islam edhe katolik. Ne si muslimanë kemi për detyrë me mbrojt dhe me dal zot vllazëve tonë katolik, apo edhe ortodoks. Një të gjashtë është thotë, ne këta kemi trashëguar për të parëve tonë. Nuk është ndoshta meritja jonë nëse arrim me rujt. Nuk është meritja jonë se ne e kena zvulu këtë punë. No, nuk e kena zvulu, ne kemi vetëm e kemi trashëguar.